22 vite kanë kaluar nga tragjedia 9 janarit në Vlorë dhe familjarët e viktimave vijojnë kërkojnë drejtësi edhe sot. Nikol Mhilli, kryetari i shoqatës 9 janari, thosë se edhe pas më shumë se 2 dekadash, asnjë nga personat përgjegjës nuk është vënë para drejtësisë. Tash 20 e sa vjet, ne përfaqësues shtetit shqiptar na vran fëmijën në Vlorë atje me 9 janar 2004. Kena folë gjithmonë për këtë tragjedi, e cila nuk na ka zbardhur hala. Shpresat juve përqendruhet te SPAK, por deri më tani kjo çështje nuk është marrë në shqyrtim nga ky institucion. Familjarët përsëritin apelin publik drejtuar SPAK-ut që të marrë në hetim dosjen tragjedisë 9 janarit me qëllim zbardhjen e plotë të saj. Ne kemi pas besim se u bë bujë kjo punë, sikur SPAK-u do t'i zbardhin të çështje. Ne u drejtuam SPAK-ut, edhe SPAK-u na përgjigj sikur ka kaluar kohë gjatë edhe është jashtë afateve ligjore, edhe nuk na ka marrë përsi për këtë punë. Edhe kështu si çështja ka met këtu, aty siç ka qenë 2013, është edhe sot çështja penale. Edhe i bajmë thirrje edhe SPAK-ut, edhe këtij prokurorit Riz Jozell, ta marrin këtë çështje, të na zbardhin, mos na lënë se ne kemi bë 20 e sa vjet në mjerim, edhe hala si kanë hjek shamjat e zeza, rrobat e zeza, nonat e tyne. Unë kërkoj kucat e djalit tem me kenë sa zgjedh komuna 2, sepse non vet janë myt ushtar, njatë vend të turkut janë gjetë. Çdo njeri që ka o myt atje, domethënë se peshkatar i ka zgjedh deti. Pse nuk i zgjerrë këta 8, një paktën prej tyne? Kështu si komuna 2 ta zgjedh, për ne kena të gjetur, kështu si ne do të kërkojmë çështjen penale edhe herë të hapet dhe do t'i drejtojna gjitha organeve shtetërore, kryesisht edhe këtij si unë SPAK tash i ri. Se janë 22 vjet që kërkojnë drejtësi, edhe drejtësi nuk nepet. Në përvjetorin e 9 vajza 22 vjeç më kapi i helmin, vetëm se nuk zbardh kurrë kjo çështje. Mia u bën viktimat e 9 janarit, më çoi rreziku, nuk e dishëm se është kjo lloj padrejtësie në këtë vend. Edhe unë denoncova këtë krim. Tragjedia 9 janarit u regjistrua në afërsitë të Vlorës në vitin 2004, kur gomonja me 36 klandestin u nisi të trazuar në drejtim të Italisë nga Gjiri Palasës. Si shkak i mbytjes së gomonës, 28 persona humbën jetën.